kam kaluar një luftë të rëndë me djalin tim që nuk jeton më, për shumë vite. Edhe raportet që kishim ne mes vete më mbuluan me shumë informacione, sa shumë nëna po evoluajnë këtë, sa shumë nëna kanë frikë të kërkojnë ndihmë, sa shumë nëna nuk e kanë guximin të flasin. Kanë frikë apo një lloj ndroje nga paragjykimi? Këto janë të dyja së bashku. Frigohen se do gjykohen, një akull i paprekur, pas një tentim të thyetaj, edhe të mendosh se brenda 4 mureve nuk zgjidhen problemet, padyshim. Edhe vazhdimisht ishim duke bërë përpjekje që të fitojmë luftën, betejë pas beteje. Ndonjë betejë humbej, ndonjë ishim fitues, që na motivante. Këtë histori të shkurtër, po e paraqes